Kreu i BDI-s Ali Ahmeti përmes një letre të hapur ka reaguar ndaj debateve për statusin e gjuhës shqipe, duke theksuar se ajo është e drejtë kushtetuese dhe jo çështje negociimi. Ai nënvizon se marrëveshja e Ohrit mbetet themeli i shtetit dhe çdo përpjekje për ta vënë në pikpyetje cënon të ardhmën e vendit. Ahmeti paralajmëron se çdo tentativë për të relativizuar apo kufizuar përdorimin e shqipës rrezikon stabilitetin dhe besimin ndërmjet komuniteteve. Sipas tij, barazia gjuhësore është shtyllë e bashkëjetesës dhe nuk dobëson, por forcon shtetin. Kthim pas nuk ka, të drejtat e fituara nuk negociohen dhe nuk zhbëhen. Çdo tentativë për të kufizuar zbatimin e gjuhës shqipe është regres i rrezikshëm. Dhe ata që sot flasin për kufizime duhet ta dinë se po hapin plagë që ky vend i ka mbyllur me shumë sakrifica. Me këto çështje nuk luhet, këto të drejta nuk janë vetëm arritje e brendshme. Ato janë rezultati një rruge të përbashkët me partnerët tanë strategjik, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n. Prandaj, mbrojtja e tyre nuk është vetëm detyrim politik, por përgjegjësi shtetërore dhe ndërkombëtare. Nga ana tjetër, për Bilal Kasamin, opozita ka pasur 20 vjet kohë për t'i zgjidhur problemet që i ka lënë trashëgimi. Ai garanton se ligji për gjuhët, gjuha shqipe dhe të drejtat e shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera në Maqedoni nuk do të cënohen. Unë nuk do kisha dashur shumë të komentoj deklarata të këtë rast një kryetarit parti opozitare, sepse i njëjti ka pasur 20 vite që t'i zgjidh këto probleme cilat sot na i ka lënë në trashëgimi, por ajo që mund të them që as ligji për gjuhët, as gjuha shqipe dhe as një drejtë siguruar e shqiptarëve dhe komuniteteve tjera në Maqedoni në asnjë mënyrë nuk do të cënohet dhe për këtë garanton kjo qeveri. Ndërkaq që disa ditë më parë, Gjykata Kushtetuese publikoi mendimin e Komisionit të Venecias për ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili i thekson se shteti mund të garantojë të drejta më të gjëra gjuhësore, por vetëm nëse sigurohen kushtet reale për zbatimin e tyre, veçanërisht burimet financiare dhe kapacitete administrative. Komisioni i Venecias gjithashtu thotë se zbatimi praktik i ligjit është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë përmbajtja e tij, duke theksuar se të drejtat gjuhësore janë efektive vetëm nëse përdoren në jetën publike. Rasti në Gjykatën Kushtetuese lidhet me vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për gjuhët, pas ankesave nga disa nisma që në vitin 2019, por që u riaktivizua në vitin 2024 duke shkaktuar tensione politike dhe reagime publike. Vendimi përfundimtar pritet të përcaktojë nëse ligji do të shfuqizohet plotësisht apo pjesërisht.